Jemi dëshmitar të asaj që dikush ma shumë e dikush ma pak jemi gabimtar, gabojmë në jetën tonë. E si kur të kishin mëkatet të ndëruar besimtar, e si kur Zoti i madhruar pas çdo mëkati t'ia shkruante çdo robi në ballë mëkatin që kishte bërë, apo pas çdo mëkati ose gjinahi të lishonte një nga ai person, ne nuk do kishim mundësi të qëndronin njëri tjetrin afër. Por Zoti Xheleshanuhu e ka mëshirën e madhe, edhe pas çdo mëkati Zoti Xheleshanuhu nuk shfaqen ndonjë sinjal, ndonjë isharet për mëkatin e bërë, por ta jep mundësinë që ajo lidhje mes teje dhe Allahu Xheleshanuhu të ekzistoje e hapur, që ti të pendohesh e Zoti Xheleshanuhu të të mëshiroje, të të falë. Tregohet për një person i cili kishte vjedhur, edhe paria e shtetit islam e sjellin ke prisi muslimanëve për ta gjikuar këtë njeri. E i riu thët: o prisi besimtarve, pasha Allahun, këtë mëkat për herë të parë kam bërë. E Omeri si ja kthen, thot: vallahi ve billahi, nuk të poshtron Allahu Xheleshanuhu herën e parë që e ke bërë mëkatin, por ti me siguri ke bërë mëkate të mëdhaja, edhe këtë mëkat shpesh herë ke përsëritur. Prandaj Allahu Xheleshanuhu të ka sjell përpara prisit të muslimanëve. Sikur Omeri radiallahu anhu dëshiron t'i tregoje që Zoti nga mëshira e tij e madhe nuk e nënçmon robin me mëkatin e parë, por i e afatizon që njeriu të pendohet